lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet, dynja lakmova, pasaj vrapova, se lumturin ajo s'ma jek tash e kuptova. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet, dynja lakmova. Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur miq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimi dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Përshëndetje gjithëve, ju dëshiroj mirëseardhjen në emisionin e radhës. Jemi bashkë me njërin nga profesorët e nderuar, nga hoxhallarët më eminent të Shqipërisë, me profesor Ferit Pikun. Do të bashkëbisedojmë rreth shumë gjërave, apo shumë çështjeve me interes rreth agjërimit, rreth muajit Ramazan. Është një rast i mirë për gjithë neve që të kemi prezent hoxhën e nderuar, hoxhën tonë që është i njohur për gjithë ne. Dhe së bashku do të bëjmë përpjekje të elaborojmë disa gjëra që llogaritsim se janë me rëndësi dhe me interes për gjithë ne. Profesor, selam aleikum. Aleikum selam. Mirë se ke ardhur. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Në fillim, sigurisht jemi në njërin prej adhurime më të mëdha në Islam, njërin prej atyre që konsiderohet edhe kusht i Islamit. Por para se ti me elaboru, do shta me boni me ndëgju një paraleli, një krahasim mes asaj që adhurimet në Islam shpesher janë, dhe më thonë, në formen e detyrueshme, apo si që qyrim ne farz. Kisha dasht për një moment me mendu, sa vetë kishin agjëru, sikur të kishin agjërimi i lirë, sikur namazit kishin, mos të shkon farz, mos të shkon detyrim, të shkon i lirë. Sa vetë kishin me shku në gjuma, sikur gjumajat kishin çështje fakultative, çështje e lirë. Anën tjetër, shpesher, kur flasim për besimin që është mbi të gjitha, është shumë i rëndësishëm. Në general, ne gjithë e dim që Zoti ka kërku besimin, por shpesher, sikur në Kur'an potencohet kush dëshiron për jush le të besoj, kush dëshiron për jush mos besoj, edhe dyqysh sikur e vrej një farë tek adhurimet, një farë këngulje me rrept, ndërsa të besimi një çështje pak më alternative. Ku e kësëna i dallimi mes adhurimeve, si formë prerë dhe mes besimit këtë rast? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. E fillon me emrin e Allahut mëshirëplot, paqja, salavatet tona, duat tona janë për pejgamberin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Faleminderit për ftesën, sidomos kur ftesa është për një adhurim të madh që është agjërimi i muajit Ramazan. Ju uroj gjithë mirat, selamet më të mira, duat më të mira për gjithë ata që e dëgjojnë këtë emision, por dhe për gjithë ata që Zoti ka mundësi për ta dëgjuar atë. Lutem si fillim që mëshira e Zotit në muajin e mëshirës na përfshi të gjithëve neve, të gjithë gjunahqarët, dhe ne jemi për këtyre njerëzve, dhe inshallah Zoti e bën këtë muaj si falje, plotësim i të metave që kanë kaluar në 11 muaj të vitit tonë, edhe disa vite të jetës tonë, dhe shpresojmë që me të vërtet ky muaj të jetë dëshmitar për ne dhe jo dëshmitar kundra nesh. Siç e potencove dhe ti, kur vjen puna tek besimi, i cili është akti më sublim që bën njeriu, besimi në Zot, në ekzistencën e Zotit, është gjëja më maksimale, është dhe gjëja më elementare që duhet ta kapi njeriu në këtë botë. Zoti i gjithësisë nuk ka imponuar në besim, la ikraha fid din, nuk ka imponim në besim, sepse besimi është punë e zemrës, dhe zemra nuk imponohet. Zoti ka shpërndar argumentet e tij, ka dërguar profetët e tij, ka zbritur librat e tij, të mirët e tij janë pafund nga të katër anët, por prapë se ka imponuar njeriu për besim, sepse besimin duhet ta pranojë vetë njeriu, me dëshirën e tij të plotë. Tani që njeriu është bërë besimtar, ka hyrë në rrugën e udhëzimit. Zoti i ka urdhëruar detyrimet, ose po themi adhurimet tona, i ka bërë si të vetë, i ka bërë farz. Pse tani që njerëzit hynë në besim, me dëshirën e tyre, Zoti si ka lënë me dëshirë adhurimet, por i ka bërë detyrim. Kjo ka lidhje me një cilësi
shumë të thjeshtë edhe shumë të dukshme të natyrës njerëzore. Natyra njerëzore e kupton të mirën, por jo gjithmonë ka forcë ta bëjë këtë të mirë. E kupton dhe të keqen, por jo gjithmonë ka forcë t'i largohet të keqes. Për këtë arsye Zoti i gjithësisë i ka dhënë njeriu mendje, i ka dhënë njeriu profet të cilët e përkujtojnë, e mas profetëve ka dietar, ka njerëz ftues. Biles njeriu ka në krah dhe engjëj që e inspiron të për mirë, siç mund të ketë Zot na ruaj në krah dhe shejtan që e inspiron për keq. Kjo është sfida e kësaj bote. Edhe për të mirën ka ushtar, edhe mbështetës, edhe për të keqen ka ushtar, edhe mbështetës, edhe fitnja ose ibtilai në këtë pikë qëndron, se njeriu është mes të mirës dhe të keqes. Zoti i ka bërë detyrim adhurimet, i ka bërë farz ato, sepse ai e di mirë në qoftë se njeriu nuk i bëhet detyrim e mira, ai nuk e bën atë, ose shumica nuk e bëjnë atë. Ngjashme me këtë mund përmendet lidhja prindër-fëmijë. Është lidhja më e fortë, më e sinqertë që ekziston në këtë botë. Është shumë vështirë të bindim veten dhe të tjerë që prindi nuk ja do të mirën fëmijës së tij, edhe pse ndoshta nuk di se si ta shpreh këtë të mirë. Po shpeshherë ky prind për hir të kësaj të mire, dashurie dhe mëshire që ka për fëmijën e tij, ja bën detyrim disa gjëra. Në pamjen e fëmijës, to janë shumë të rënda, janë të vështira, janë ta nxjerrësh atë nga liria e tij. Fëmia kërkon lirinë, kërkon pavarësinë e vet. Por prindi për arsye të mirës, të mëshirës që ka, ja bën detyrim këtë. Edhe Zoti i gjithësisë i ka bërë detyrim farze, i ka bërë farz adhurimet, edhe pse ai nuk pret asnjë dobi për këtyre që bën njeriu, por sepse e din që njeriu pos ju bë detyrë, pos ju bë farz, ai nuk e bën diçka të tillë. Vetë përmende. Imagjino, ta nisim nga vetja jonë, pa shkuar lart tek tjerët. Sikur namazet 5 vaktet mos ishin farz, detyrë. Do faleshin njerëzit 1 apo 2 vakte. Edhe këto 1 dhe 2 mbas një farë kohe do bëheshin pak të vështira, do faleshin një ditë po edhe një ditë jo, e me kalimin e kohës njerëzit të shkuteshin totalisht, do thoshin që ne jemi njerëz me shpirt mirë, me zemër të mirë, por nuk kemi mundësi për t'i bërë detyrimet. Rësi ka të jetë zemra e pastër. Dhe ka sa të duash njerëz të tillë që thonë unë nuk i bëj këto, por jam njeri i mirë. Jam njeri i sinqert, e kam zemrën e pastër, nuk kam gjë të keqe në zemër. Po të mos ishte detyrim dita e xhuma, sidomos në kohën ku ne jetojmë sot, ku njerëzit janë të angazhuar me punë nga mëngjesi deri në darkë, ku rrallë kanë mundësi për të falur një namaz në xhami, çfarë do të ishte statusi ditës së xhuma? Njerëzit me kalimin e kohës shkputeshin. Prandaj është një njeri që e lën xhuman 3 herë rresht me vetdije dhe pa arsye, ai del nga besimi, sepse shkputet nga kjo atmosferë që e lidh atë me besimin. Pas një farë kohe, ai ndjen veten të huaj, të ftohur, larg atmosferës besimit. Vim tek agjerimi i muajit Ramazan, sidomos kur Ramazani bie në këto vite që po bie tani në këtë kohë, në të nxehtë, në verë. Ne sa agjerojmë nafile gjatë, kjo është pyetja më e thjeshtë gjatë vitit. Për ta parë se si do të ishte. Zoti i gjithësisë e din, e njeh natyrën njerëzore dhe prej mëshirës së tij e ka bërë detyrë. E mendon dot që Zoti nga mëshira të rëndon, ai të obligon për të mirën tënde, për të mirën tonë. Prandaj themi shqyrë Zot që i vëre detyrime këto adhurime, këto farze, se për ndryshe realisht nuk do t'i bënim. Prandaj duhen parë urdhrat e Zotit gjithmonë me syrin e mëshirës që ai ka ndaj nesh, të mirës që ai kërkon pret prej nesh, ai nuk pret prej nesh as i dobi nëse jemi besimtar, as një dëm nëse jemi jo besimtar, as një sevap nuk pret për nesh nëse ne do të agjerojmë, as nuk pret në të keqen nëse ne nuk agjerojmë, e gjitha totalisht është ose në të mirën tonë, ose është në të keqen tonë. Prandaj fillim dhe mbarim themi shqyrë Zot që ne na e bëre detyrë punën e mirë dhe inshallah na bëre për atyre që e arrin muajin e Ramazanit dhe e çojnë në fund detyrën e tyre dhe shpërblehen por diçka që është në dobinë e tyre dhe nuk është në dobinë e Zotit të gjithësisë. Allah e shpërblet. Po duhet me shtru një pyetje krejtësisht thjesht dhe kisha dashur me ilustru me një shembull se konsideroj që një pjesë bukur e madhe njerëzve jemi në këtë gjendje. Tash jemi në Ramazan, çdo kush prej nesh grumbullon punë të mira. Agjerim, Kur'an, dhikr, sadak, domethënë e shton vollumin e veprave të mira.
kisha mujt me krahasu me njëri që ka të bu material, po do me bo shtëpi, edhe ka pru gjithë materialin një vend. Por fatkeqësia është se ky njeri ka grumbullu gjithë materialin, po nuk e ka maketën çfarë shtëpie, çka po don ky me ndërtu me këtë material. A na ndodh shpeshherë që na futemi në Ramazan, bojmë shumë vepra të mira, bojmë vullum të madh vepra të mira, por nuk e kemi në imagjinat çka po dojna me formuna me gjithë këtë vullum vepra të mira. Edhe atëherë domethënë agjerimi mes mjetit edhe qëllimit. Apo ndodh që Ramazani thjesht me qenë mjet veç grumbullimi, edhe s'po kem ndaj farë synimi pe këtij grumbullimi. A është të dashur që gjithë këto vepra të mira, gjithë këto vullumi, gjithë këtyre punëve të mira, me pas një maket, me pas një synim, para se të futim në Ramazan, çka po duhem me ndërtu sakt. Edhe gjitha këto punë të mira, pastaj me rre këtë qëllim, me prej këtë synim. Ajo që përmendë është aktuale, ndodh me të gjithë ne. Mos themi ndodh me njerëzve, sepse shpeshherë sikur se llogarisim vetëm për njerëzve, ndodh në natyrën njerëzore që i hyn diçkaje pa ditur se çfarë do të bëjë ai. Ndoshta këtu me qëra rasti përmendet rëndësia e konceptit të niyetit. Niyeti nuk është vetëm një fjalë që thot dikush vetes ti, por është një vetdije. Pse bëj unë diçka të tillë? Dhe niyeti është obligim për çdo lloj pune. Sigurisht. Nuk është kusht, edhe një herë përmenda që ky niyet të bëhet domosdoshmërisht me gojë, ta dëgjojnë njerëzit të tjerë, por ama presupozon një njeri i cili ka falur një namaz, edhe nuk din nëse ka falur drekën apo i qëndin, ky mund të ketë falë shumë në rregull, me të gjithë kushtet, por ama i mungon një diçka që duket e vogël, vetëm se i mungon atij niyeti, pa nuk din se çfarë ka bërë. Këtë maket ai nuk e din se ku do të më arrit, ky namaz quhet i pa rregullt. Edhe merr kështu me shembull të gjitha punët të tjera. Ndodh me njeriu, edhe natyrshëm me Ramazanin sidomos na ndodh diçka e tillë, nga që ai çdo vit sikur afrohet dhe fizikisht 10 ditë, por edhe kështu në koncept gjithmonë duket se osa shpejt që erdhi, domethënë. Kjo na ndodh të gjithëve, edhe hym në muajin Ramazan pa ditur se çfarë qëllimi kemi, çfarë duam bëjmë të muaj, ku duam të dalim në fund të këtij muaji. Prandaj Zoti i ka bërë detyrim adhurimet, i ka bërë farz ato. Pse i ka bërë farz? Kjo është pyetja që ne duhet t'ia bëjmë vetes tonë. Nëse Zoti nuk pret prej nesh asnjë dobi apo dëm, nëse atij nuk i shtohet apo nuk i paksohet pushteti, as nuk i shtohen të mirat, as nuk i vin të këqijat, atëherë e gjitha totalisht është për njeriu. Pse është për njeriu? Çfarë përfiton njeriu prej kësaj? Kjo është pyetja. Adhurimet në mes formës apo thjesht të kryhen dhe qëllimit ku duan të na çojnë të adhurimet. Pra mund të përdorim adhurimet një mjet, to janë mjet që na çojnë diku. Dhe kjo diku është finalja. Kjo është objektivi, kjo është qëllimi. Fund e fundit për këtë gjë ja kam bërë detyrë këto gjëra. Një nga këto finale apo pika finishi është çështja e devotshmërisë, e cila faktikisht përmendet e lidhur shumë është me Ramazanin, por nuk është vetëm me Ramazanin. Ajo ka lidhje me të gjitha adhurimet tona. Të gjitha kanë një synim. Synimi final është njeriu të arrijë në gradën e devotshmërisë, e them pak më shqip, që të ketë frikë Zotin, të ketë frikë gjunahun, të ketë frikë me i bë padrejti njerëzve të tjerë, të mundohet të largohet keqes, të largohet haramit, të lodhet për të kërkuar halalin, edhe se e di sa është i vështirë. Ti përkthem pak në tema më praktik, fjala devotshmëri. Devotshmëri do të thotë ti ruhesh të keqes, ta kesh frikë dënimin e Zotit, ta mbushish veten tënde me punë të mira, të cilat të ruajnë nga dënimi. Kjo është koncepti i devotshmërisë. Para se të hyjmë në namaz, ne i bëjmë disa veprime, duke filluar nga çështja e abdesit. Ai është veprim fizik në pamje të parë, por është përgatitje. Është mjet për të shkuar tek namazi. Pra, abdesi në këtë rast është mjet, qëllimi i këtij abdesi është namaz. Po mos ishte abdesi, do kishte vlerë namazi. Por ama abdesi nuk është qëllim vetvete. Pra, ndryshimi mes qëllimit edhe mjetit. Ne kur hyjmë namaz, ne bëjmë tekbirin fillestar, i cili ka një filozofi në vetvete.
kur qëndrojmë dhe lexojmë Kur'an, ka një filozofi vetë. Kur bim ruku ka një filozofi. Nuk janë veprime, duken sikur janë veprime tabu, kështu janë transmetuar nga të parë, kështu duhet t'i bëjmë. Edhe ne bëjmë thjesht debatin a neta drejt, a bëra ruku në rregull, kur është në sejdë i hapëm krahas që duhet apo si hapëm. Këto janë diskutime të karakterit teknik, ka rëndësinë e tyre. Por çfarë fshihet mas këtyre diskutimeve? Mas mjetit fshihet qëllimi, synimi, i cili është më i rëndësishëm, i cili thot duhet ta ndjesh që ti po qëndron përpara Zotit. Po duhet t'i kthesh vetes tënde, ta kuptosh gabimin tënd, të kërkosh për veten tënde, të lutesh për veten, për njerëzit tuaj, të thuash o Zot, bëj këtë namaz, ndoshta sikur të ishte namazi i fundit të jetës time, puna më e mirë që unë po bëj. Edhe kur dalish për këtij namazi, dil me tjetër mendje, me tjetër botë kuptim, me ato që ndoshta do mundohesh të jesh njëri më i mirë se që ishe përpara 5 minutash. Edhe në agjerim, ne do hymë, ne jemi në muaj Ramazan. Hymë në këtë muaj, është garë, edhe në garë zakonisht njerëzit vetëm mbrapojnë. Por, çfarë synoj unë për këtij agjerimi? Pse është ky agjerim? Ky agjerim, që Zoti është la'allakum tattaqun, që ju të jeni të devotshëm, ose thënë ndryshe të keni më shumë frikë për Zotin të gjithësisë. Kur përmendet fjala frikë, gjithmonë shkon mendja tek efekti negativ. Se njeriu që ka frikë, që është frika të saktë, kjo tregon dobësi. Edhe mendojnë që e njëjta marrëdhënie është mes robit dhe Zotit. Thotë, ne edhe njerëz, ka shumë njerëz që kur fletot unë nuk kam frikë, pse duhet të kem frikë? Frika është cilësi negative, treguesi i dobësisë. Ka një ndryshim shumë të madh në mes frikës që ka njeriu ndaj krijesave, qofshin këto gjëra të rrezikshme, të frikshme, njerëz, kafsh apo koncepte mendime nga më të ndryshmet, dhe mes frikës që ekziston mes njeriu dhe Zotit. E kanë thënë shkurt ata të parët, çdo gjë të cilën ti ja ke frikën, ti largohesh prej saj. Kur Zoti t'ja ke frikën, ti afrohesh dhe ti. Edhe kjo është ndryshim shumë thelbësor. Kur ke frikë Zotin, i afrohesh atij, nuk i largohesh. Kur ke frikë gjëra të tjera, krijesa të tjera, largohesh dhe nuk ke dëshirë të kesh kontakt me to. Thjesht është një matematikë ndryshe, domethënë, ajo që është në relacion. Kjo është matematikë ndryshe, po kjo faktikisht kjo është thelbi i gjithçka. Prandaj sa më shumë themeni që njeriu ja ka frikën Zotit, aq më mirë e njeh atë, aq më shumë e don atë, aq më shumë lidhet me të. Nëse veç sigurisht po du me zgjeru pak kuptimin të çështja e devotshmërisë. Të pas parasysh se në jetët e agjerimit, domethënë sigurt njëri prej synimeve është la'allakum tattaqun, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Apo ndoshta kjo fjalë la'alla, ndoshta kjo normal varet kur përdoret në rrethona njerëzore dhe kur flet Zoti për këtë. Thoni që është për synim që sigurt duhet bëheni të devotshëm. Është interesant se në ajetet e agjerimit tash ajeti i parë bën thirrje se ky farz, kjo detyrë e synon këtë pikë, të arrini devotshmërinë. Dhe ajeti i cili e përmbyll krejt frazën ose krejt udhëtimin e agjerimit, gjithashtu përmbyllet me devotshmëri. La'allahum yattaqun. A kishit mujt me bë dallimin mes devotshmërisë të parë në ajetin e parë edhe devotshmërisë së dytë në ajetin e fundit të, domethënë, paragrafit të agjerimit, nëse kishim mujt me thujt. Kjo pyetje na shtyn detyrimisht edhe një herë dhe konceptit të devotshmërisë, është koncept shumë i madh faktikisht, edhe ai përkthehet në gjitha aspektet e jetës tonë. Pikë parë përkthehet marrëdhëniet mes njeriu dhe Zotit të gjithësisë. Ç'është koncepti i frikës, devotshmërisë? Është afrim me Zotin. Është të kuptosh të mirat e tij, të kesh turp të bësh gjuna. Kur e di sigurt se ai të shikon. Të kesh turp mos japësh kur e di që ai të jep në çdo ditë. Të kesh turp të thuash dikujt jo, s'mundem me të ndihmu, kur ti në çdo moment i lutesh këtij Zoti për ndihmë. Pra është një marrëdhënie, mund do ta thosha mjaft private mes robit dhe Zotit të gjithësisë. Dhe synimi i agjerimit faktikisht këtë ka, që njeriu të shkputet nga bota materiale. Aq sa ka mundësi të shkputet, po nuk është pak. Të shkputesh nga ushqimi, i cili është shoqëruesi më i përditshëm dhe më rutinë i jetës tonë. Kjo nuk është gjë e vogël. Të shkputesh nga dëshirat
seksuale, nga jeta e përditshme që kemi gjithë, kjo nuk është gjë e vogël e jetës tonë. Të shkputesh nga zemrimi, nga gënjeshtra, nga gjërat e pavlera të kësaj bote, të përditshme që na kanë mbuluar nga të katër anët, dashje pa dashje, në qoftë se ja jep hakun agjerimit, ti je afruar me Zotin, ti po shkon drejt devotshmërisë. Dhe sa më shumë të ecësh, aq më shumë e shijon këtë devotshmëri. Prandaj njeriu që e shijon agjerimin, ai fluturon, ai nuk ecë me këmbë në tokë. Ai fluturon. Edhe ku e kupton që fluturon? Ku vjen dita e parë e Bajramit. Ndjen një boshllëk, domethënë, të duket sikur po bën një gjuna, pse po han. Sepse ti faktikisht je shkputur nga një marrëdhënie private, intime që ke patur me Zotin, e je kthyer përsëri në një jetë rutinë që e ke provuar 11 muajt e vitit. Prandaj koncepti i devotshmërisë në radh parë përkthehet në marrëdhëniet tona me Zotin e gjithësisë. Por Islami është i tillë që besimi nuk është vetëm mes teje dhe Zotit. Besimi duhet përkthehet. Ai që është në zemër duhet të duket, dhe ai duket në përgjithësi. Është e pamundur që njeriu ka diçka në zemër dhe nuk e shpreh atë. Dhe është e pamundur që thuash, unë jam besimtar dhe, do thënë, nga ana tjetër ti sillesh komplet ndryshe me çfarë cilësish ka një besimtar. Kur mbushesh shpirtërisht, kur i forcon marrëdhëniet me Zotin, ajo që bën direkt njeriu është i rregullon marrëdhëniet me krijesat të tjera. Pra kalojmë nga devotshmëria mes nesh dhe Zotit në devotshmërinë që përkthehet në marrëdhëniet tona të përgjithshme, në raportet. Se njeriu ka 3 dimensione në përgjithësi. I pari është mes tij dhe Zotit të gjithësisë, që është dimensioni më i lartë. Është dimensioni i dytë mes tij dhe vetes së tij, që shumica njerëzve nuk kanë si mund të jenë mund sinqert me veten. Kjo zakonisht harrohet. Harrohet dhe gati nuk kuptohet. Si mund të arrijë njeriu të qortoj veten e tij, ta kritikojë atë, ta shpërblejë atë, ti thotë jo nuk ta llogarisë të rrimet, është e vështirë. Sepse është vetja jote, është gjëja që ti do më shumë, edhe është shumë vështirë ta qortosh. Ti mund të qortosh gjithë botën, po 1 minutë sëri do të qortuar vetën. Na themi populli thotë ja bëu vetë të rrafsh. Ja miratë. Ja je në rregull me të gjitha sepse është vetja jote dhe njeriu është shumë vështirë. Ai që arrin të llogarisë veten e tij tregon që ai ka burri, ka forcë dhe ka dhe sinqeritet të madh. Dimensioni i tretë, që është mjaft i rëndësishëm, jo më pak i rëndësishëm se dy të parë, ka lidhje direkt me dy të parët, është ajo përkthimi i devotshmërisë me njerëzit. Nëse je besimtar, tregoj që je besimtar në sjelljen me njerëzit. Dhe kur themi njerëz, nise me njerëzit tuaj më të afërt, me prindërit tuaj, bashkëshortën dhe fëmijët, rrethin, kolegët e punës, edhe duke kaluar pastaj tek faza të tjera të njerëzve. Pra sjelljet me ta, mirësinë ndaj tyre, ndihmën ndaj tyre, të gjitha këto duhet përkthehen. Nëse me të vërtetë e kemi forcuar atë dimensionin e devotshmërisë mes nesh dhe Zotit, duhet përkthehet. Prandaj ajeti kuranor që mbyll gjithë perifrazën apo paragrafin e agjerimit, mbyll përsëri وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. E para është devotshmëri mes teje dhe Zotit, dhe kjo devotshmëri duhet përkthehet patjetër në marrëdhëniet me njerëzit, duke u larguar gjunahët, haramit, të bësh keq tjerë, padresisë, të mbështesësh, edhe unë jam i sigurt që njeriu që shijon agjerimin e kupton diçka të tillë. E kupton që çdo të thotë të jesh pak më tepër njeri, ta vuash pak hallin e tjetrit, të shkputesh nga dëshirat e qefit e vetes tënde dhe qefet tuaja, dhe të përjetosh pak, sadopak, dhimbjen dhe vështirësinë që ka tjetri. Pra, të mbarosh një muaj agjerim, do të thotë që i afruar më shumë Zotit, i afruar më shumë halleve, problemeve të njerëzve. Dhe kjo kam përshtypjen që nuk arrihet në shkolla të tjera përveç se shkollës së agjerimit. Në gjithë ato që fole deri tani, kisha dashur të më unale edhe një çështje që besoj ka shumë lidhshmëri me këtat që tha deri tash, e cila është shprehur në atë paragrafin ose në pjesën ku është fol për agjerimin, sidomos la'allakum tashkurun. Mirë që t'jeni falëndërues. Edhe është bili ndoshta është edhe kjo është përsërit më disa herë allazi. Tash me falëndru për çka? Për këtë mund, për këtë lodhje, për këtë detyrim kaq vështirë të verës, për këtë edhe në fund duhet jemi falëndërues. Domethënë kisha dashur këtë me shpjegu, edhe tjetrën ku me gjetë mbështetjen për falëndërim.
ose nëse dikush më pyet mua tash pse të falenderoj, zakonisht falenderimi vjen si rezultati i një të mire, i një shërbimi, i një hizmeti. Mbi çfarë? Ku ta gjej atë mbështetjen që të falenderoj faktikisht. A ka në jetën e agjerimit diçka që jep sinjal se Zoti na ka bërë mirë diçka dhe na duhet të jemi falënderues? Unë do të kapja pak më gjerë, në spektër më gjerë. Falenderimi, ose ku themi ne t'ja dish për nder, diçka është cilësi e lartë e njeriut. Edhe cilësi që pak gjendet në jetën tonë përditshme. Ka shumë njerëz që janë ndihmuar për dikujt, por që me kalimin e kohës, kur ai e ka kaluar hallin e problemeve të tij, e ka harruar totalisht diçka të tillë. Madje edhe është i duket çudi kur ti kujton që mos e harron nderin që të ka bërë. Ka shumë fallë mohusim, ma vonë leçë harron edhe. Natyra njerëzore fatkeqësisht e ka edhe këtë anë, që e harron të mirën, e harron nderin, e harron shërbimin, ajo që është zbor. Prandaj themi cilësia e rrallë njerëzore, është tregues shumë i lartë, ku njeriu nuk harron nderin e vjetër, kontributin që është bërë, sado i vogël qoftë ai. Kur ai mas kaq vitesh e din që filan njeri më ka bërë një të mirë, ka qëndruar me mua në krah, edhe unë kur s'mund ta harroj këtë. Këtyre njerëzve Zoti ju jep mundësinë ta kujtojnë të mirën dhe ta shpërblejnë, është shumë e çuditshme. Edhe është problem. Vjen se vjen puna, ky njeri, nga që e vlerëson të mirën, ja shpërblen tjetrit. Në mos mund të shpërblen me gojë, ka thënë profeti ynë alayhis salam, se i pyetën të njerëz, nëse dikush na bën një të mirë, aq të madhe, po unë nuk di si ta shpërblej dhe nuk mundem të shpërblej, ta thuaj me pastërti, Allahu ta shpërbleh me të mira. Ka për të shpërbyer Zoti këtë njeriu, domethënë këtë që ka bërë. Leja Zotit. Tamam, leja Zotit me gjithë sepse ai din se si ta shpërblej. E nisa nga aspekti njerëzor sepse ne e përjetojmë diçka të tillë, sot ka shumë pak njerëz falënderues ndaj një nderi që janë bërë. Pra, ka shumë pak njerëz falënderues ndaj Zotit. Njerëz që ngrihen çdo ditë mëngjes, hapim gojen ku na del gjumi, gjithë fillojmë bëjmë lëvizje të trupit, një lëvizje gojes e bëjmë dot, elhamdulillah, që u gdhiva shnoshë mirë, më ktheu Zoti shpirtin. Është ajo që na bën gjithë. Njerëz që ham për ditë, edhe ham aq sa nuk e mban barku jon, të gjithë fillojnë dhe ndihen rahat duke fërkuar barkun e tyre për çfarë kanë ngrënë, por një fjalë nuk e thot dot, elhamdulillah, që Zoti na dha të ham pasi ishim pa ngrënë, apo edhe me pi diçka, apo sa të mira në çdo hap të jetës tonë, në çdo hap të jetës tonë. Bile çdo hap nuk është kusht, në çdo frymëmarrje, çdo frymëzjerje është një mirë që ta bën Zoti i gjithësisë. Po sa janë falënderuesit, wa qalilun min ibadi ash-shakur. Shumë pak nga robët e mi të Allahu janë falënderues. Prandaj thoshte dikush, o Zot, më bëj për atyre të paktëve, lutej. Edhe dëgjoj Omer ibn Khattabi tha, hajde këtu tha, ç'është kjo dua, më bëj nga të paktit. Po tha, se gjithmonë kur jam përmend falënderuesit në Kur'an, thanë ata janë pak. Ato janë qalil, janë shumë pak. Komuniteti i vogël. Komunitet shumë i vogël domethënë i njerëzve, por janë për atyre që zgjedhur. Falënderues sot. Edhe këtyre njerëzve sa më shumë që falenderojnë, aq më shumë ashton Zotit të mirë. Derisa vjen një moment që ato thonë Zot mos na jep më shumë se kemi frikë nga llogaria, thotë, sa më shumë falenderoni, unë e kam për borxh t'u ashtoj juve të mirë. Në fund të një muaji agjerimi, pse falenderojnë njerëzit? Jo, nuk është kusht presin fundin, po gjatë. Mas ditët e para ka vështirësi, sepse është vështirësia fizike, derisa trupi filloi të ambientohet me këtë gjendje shpirtërore, këtë atmosferë që është shkputje e gjërave të përditshme. Ti një ditë harrosh celularin tënd në shtëpi, duket jeta bosh. Një ditë kur shkputesh nga ushqimi, nga gjëra, ti e ke të vështirë ta pranosh diçka të tillë. Por kur e shijon, atëherë ja ndjen lezetin kësaj gjëre. Edhe atëherë thu elhamdulillah. Të falenderoj o Zot që mbore për atyre që e dëgjuan urdhrin e agjerimit dhe e pranuan të agjerojnë, se tani po ja ndjej lezetin diçka e tillë. Kur fillon të shkputesh nga ushqimi, lartësohet ana shpirtërore, kur zemra të ndihet më e lehtë, kur ti fillon e ndjen leximin e Kuranit, kur fillon e ndjen vlerën e vllazërisë, ndjen vlerën e sadakas, vlerën e punëve të mira, aty e kupton se sa të mirat ka dhënë Zoti i gjithësisë. Por kur njeriu i kupton të mirat, thonë, rruga më praktike për një njeri i cili nuk po e vlerëson të mirën, është t'ja heqish për një moment të mirë.
Për të kuptuar vlerën e frymëmarrjes, sa vlerë ka oksigjeni që marrim, gjithë të tjerë shumë e rëndësishëm. Kjo është teorike. Praktike, mbyllë hundën tënde për disa momente. Futu në ujë. Ose futu në ujë. Sepse të privohu prej kësaj të mire, ta kuptosh praktikisht se çfarë vlerë ka ajo. Zot na ruaj, nuk themi smuru që të kupton vlerën e shëndetit, por njeriu natyrisht smuret. Dhe kur smuret e kupton se çfarë vlerë pas ka shëndeti. Zot na ruaj të mos provohet njeriu me fëmijën e tij për të kuptuar vlerë ka fëmia. A kur ti prishet familja, të kuptojnë vlerë ka familja. Të njëjtën filozofi ka agjerimi, shkputur nga jeta e përditshme për të kuptuar se sa të mirat ka dhënë ty Zoti i gjithësisë. Por në agjerim ndodh kjo, që ti jo thjesht shkputesh nga ushqimi, edhe ngele me minus, ti bosh me plus, të rritet ana shpirtërore. Atëherë thuaj shqyro Zot që mbore prej agjeruesve. Prandaj kam pasën parat. Këtu është filozofia o Zot. 6 muaj përpara, na bëj që ta arrim muajin e Ramazanit. Luteshin, edhe masi kryen të Ramazani, luteshin edhe një herë 6 muaj mrapa, o Zot na e prano përmes agjerimin e muajit Ramazan. Këtë viti me Ramazan. Gjithë viti në këtë aspektin e niyetit është me Ramazan, se faktikisht në agjerim njeriu përjeton gjëra që minimumi e bën falënderues. Për të mirat që të ka dhënë Zoti i gjithësisë, për që ta ka bërë detyrim punën e mirë, për atë aspekt shpirtëror që ti ndjen, për atë kënaqësi që ti nuk e gjen në asnjë ambient, asnjë vend tjetër. Pra, Zoti i ka lidh punët në atë formë që njeriu ta ndjej, çdo të thotë shqyro Zot, që më bëj, të falenderoj, të ndjej kënaqësinë e punës të cilën po bën. Jemi në fund të emisionit, kisha dashur shumë shkurt, s'po kam dëshirë më nda pa e trajtu shumë shkurtimisht, la'allahum yarshudun, çështja e orientimit, apo dhe fjala rusht, siç e mban edhe kuptimin e pjekurisë. Do të thonë mas Ramazanit kemi njerëz të pjekur, jo njerëz të papjekur, edhe njerëz që do të thonë orientojnë veten dhe orientojnë tjerët. Kjo gjithashtu ka ardhur në fragmentin e agjerimit. Pa shumë shkurt, thjesht duke u lidhur me çfarë folëm deri tani, të gjitha veprimet fizike që bën një agjerues, kur sidomos kur e bën në atmosferën e Ramazanit, i cili ka dhe specifika plus, që si ka agjerimi gjatë jashtë muajit Ramazan, njeriu çdo ditë shton atë dimensionin e rushtit, e pjekurisë, e vetdijes, shton çdo ditë diçka. Kur ai e kupton veprimin që po bën, tamam duket se është tash më i rritur, është më i pjekur, e kupton veprimin e tij. Maketi i tij fillon dhe plotësohet dita mas ditës. Dhe kur mbaron muaji Ramazanit, në fakt aty fillon gara e vërtet. Aty duke njerëzit të cilët janë adhurues në thonjza të Ramazanit apo adhurues të Rahmanit, i cili është gjatë gjithë jetës, i cili të kërkon të jesh në marrëdhënie të sinqerta edhe pas këtij agjerimi. Aty fillon gara e vërtet e muslimanëve që faktikisht në Ramazan njihen për sakrificë jo të vogël, por mas Ramazanit thua a kanë qenë as kanë qenë këto njerëz që kanë sakrifikuar kaq shumë. Aty do të duket se çfarë ka përfituar njeriu për një kursi të tillë që nuk është i lehtë. Kursi i agjerimit, një muaj kurs. Dhe sot njerëzit me një muaj marrin dëshmi jo të vogël. Një muaj kurs me aktivitete nga më të ndryshme, do të duket këta njerëz e kanë shijuar devotshmëri mes tyre dhe Zotit, e kanë shijuar kontributin ndaj njerëzve, a janë më të sinqertë me veten e tyre, a janë më të dëshirës të mirë, a e ndjen më shumë dhimbjen dhe vujtin atyre që kanë halle dhe që kanë probleme, a janë afruar më shumë tek Zoti, a e kanë frikë gjunahun siç e patën frikë në Ramazan. Ramazan ti ke frikë të hash 1 sekond përpara dhe 1 sekond mbrapa. Ky është koncepti i devotshmërisë. Nëse e bën diçka të tillë dhe ke prishur ti i pari. A e kemi të njëjtën peshore dhe ne mas muajit Ramazanit ndaj haramit apo ndaj punëve të mira? Prandaj ajeti mbyllet o la'allahum yarshudun, që ata, do të thënë agjeruesit, këta që kanë provuar një muaj agjerim, të jenë njerëz më të pjekur, më të udhëzuar, më të orientuar, më të vetëdijshëm për jetën e tyre. Prandaj thonë që mas Ramazanit duken një nxënësit e vërtet që kanë marrë diplomë prej këtij muaji, prej agjerimit. Shpresojmë që Zoti të na ndihmojë që të dalim prej këtij muaji si nxënës të sinqert, nxënës që e meritojnë t'u jepet diploma hyjnore, ishit me të vërtet në nivelin e përgjegjësisë dhe me të vërtet quheni agjerues të sinqert të muajit Ramazan. Miq të dashur,
e di që edhe unë edhe ju me dëshirë e këshim ndëgju profesorin edhe një kohë gjatë, por kjo ishte koha sa kemi ndati jemi bashkë me hoxhën e dashur. Shpresoj që sa do pak kemi trajtu disa çështje të rëndësishme. Ju përshëndes juve, përshëndes hoxhën dhe lutë Allahun që na i pranoj gjitha punët e mira. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova, pasaj vrapova, se lumturin ajo s'ma jep, tash e kuptova. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet.